Biblioteka, kur ruhet ky dokument, ka mirafaqe dorëshkrime dhe libra mesjetar, por ky dokument është i vetmi ku flitet për Shqipërinë. Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Ky libër përbëhet nga dokumente të arkivës së qytetit të Fermos të Italisë, të shkruara në vitin 1630-1650, ku këto letra janë letra të shkruara me dorë. Kur i shfaq këto libra e botuara me arkivat e Venedikut, ose me arkivat e Vatikanit, ose me arkivat e Romës, që ato dokumente po i nxjerr duke paguajtur nga xhepi zoti Mark Palnikaj, një pjesë tjetër shqiptar më thoi, "Moj ti e poshtër ti që ke bërë dorë kishës kisha të përdorën ty." Po ç'i kemi këto hamendi or vlla? Ma nuk kemi ndërgjegje, kombëtare, çdo të thotë të jesh komb dhe çdo të thotë të jesh fe. Kur është puna për punën e historisë dhe për arkiva të shkruara në atë kohë, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, ato janë çështje kombëtare. Nëse ju nuk e keni ndjenjen e çështjes kombëtare, nuk kanë çfarë t'ju them dhe vërtet nuk mund t'ju jap përgjigje fare. Pra, këtu në dorë tani momentalisht kam këtë libër ja. Ky libri, Relacion Universal, që është shkruar nga Fra Giacinto nga Sospelo, i zanafillës dhe suksesit të misionit apostolik të frejtërve minor observant të asaj kohe. Dhe këtu përmbahen dokumentat. Ja ti tregoj, ta shpalos pak librin dhe të shikoni shkresën origjinale. Shikoni. Pra, po shpalos. Këtu është shkresa origjinale. Nga njëra anë kemi shkresat arkivore origjinale, nga një anë tjetër kemi përkthimin edhe në italisht edhe në shqip. Më falni sa faqe ka libri, opa, 1037 faqe ka. Dhe këto, dhe ditë të ndryshme, çdo ditë, do të ndaj nga 1 orë, nga 2 orë, dhe të mundohem të lexoj me paragrafe, sepse është një periudhë e errët. Prandaj këto dokumente për ne kanë më shumë rëndësi se gjithçka tjetër. Çfarë përmban ky libër? Pra, libri Relacioni Universal, shkruan autori. Këtë libër ja kushtoi më shumë mirënjohje albanologut të nderuar gjerman, Peter Ban, para gjermanët që kanë shkruar për historinë shqiptare. Po e lexoj pak disa pjesë të këtij libri, këtë fragment nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Relacioni Universal. Në hyrje, çfarë përmban libri në hyrje? Libri që po ju paraqesim është një dorëshkim i pjesës së parë të shekullit të 17 sipas shënimeve në krye të shumicës së faqeve të tij dhe disa datave të shënuara në vende të veçanta. Po ju prezantoj me hyrjen. Besojmë se materiali që përfshihet në të duhet të ketë filluar të shkruhet në vitin 1634 dhe duhet të ketë përfunduar në vitin 1650. Është i ruajtur në bibliotekën e Bashkisë së Qytetit të Fermos në Itali, të quajtur Biblioteka Civica Romolo Spezioli, me skedën 4E7, numër 58 të shekullit të 17, ndjekon nga titulli Giacinto da Sospelo, Relazione Universale dell'origine e successo del missione apostolica dei frati min Osrifor del Serafico pres Francisco nel Regno d'Albania. Mi dokumentin. Pra, ky libër përbëhet nga dokumente të arkivës së qytetit të Fermos të Italisë, të shkruara në vitin 1630-1650, ku këto letra janë letra të shkruara me dorë, janë letra arkivore të nxjerra nga miku i Mark Palnikaj, i cili për të nxjerrë këto dokumente, ai pagua nga xhepi i tij. Përmbajtja e librit. Pra çfarë përmban ky libër? Përveç fjalës hyrëse, libri është i ndarë në 6 kapituj, që vijojnë në faqen numër 1, në kryet ka shënimin Relazione del Missione del Albania. Pra, i kemi të dhëna mbi Albaninë, mbi Shqipërinë, në arkivat të botës, por duhen patriot shqiptar që t'i nxjerrin këto dokumente. Del origine qualità e costumi dell'albanesi. Pra, që shikojmë kemi edhe përbërjen e qytetit, të popullsisë, të fesë, të kostumeve shqiptare të asaj kohe. Capitolo 5. Del origine delle mis apostolice mandati nel Regno di Albania, faqe 30. Në këtë kapitull përfshihet historiku i 16 misioneve të kryera nga viti 1634 deri në vitin 1649, të shkruara nga faqja 35 deri në faqen 477. Në faqen 35, misioni i parë është i titulluar Relazione del difficoltà, successi, gesti, frutti, travagli e persecuzioni occorse nella missione d'Albania dell'anno
1634 sino al anno 1650. Këtu fillon historiku i misionit të parë dhe vazhdon me historikun e 16 misioneve që përfundojnë në faqen 477 me shënimin përmbyllës në gjuhën latine. Kapitulli 6, El ultimo catalogo degli miss et operari o coad që Hano Fatiato nella Miste Albania, faqe 478. Në këtë kapitull ka një biografi të shkurtër të gjithë klerikëve që kanë punuar në Shqipëri gjatë kohës që është përshkruar në këto misione. 10 Augusti 1624, Paolo Amantua. Perasi është një vendbanim në afërsi të Kotorit në malin e Zi, ku në vitin 1652 ndodhe në qendër kishtare e rëndësishme e fesë katolike romane. Ky shkrim bëhet me ndërim të martirit Padre Paolo nga Mantova, martirizuar në afërsi të lumit Cem dhe Fra Salvatore nga Ofida, të vdekur duke u vrarë me shpatë buz lumit Cem në Kelmen më 14 i 2 1644. Ngjarjet dhe të dhënat më të rëndësishme të përshkruara në këtë libër dhe e lexoj së bashku me ju dhe e shfaq për ju teksa e lexoj këtë libër. Ngjarjet dhe të dhënat të rëndësishme të përshkruara në libër. Biblioteka, ku ruhet ky dokument, ka mijëra faqe, dorëshkrime dhe libra mesjetar, por ky dokument është i vetmi ku flitet për Shqipërinë. Gjatë 370 viteve që ky libër ka qëndruar në këtë bibliotekë, mund ta kenë parë dhe shfletuar shumë studiues të italianë dhe të huaj, por askush nuk ka shfaqur interesimin më të vogël për publikimin e tij. Autori i këtij libri, dorëshkrimi Fra Graziano da Sospelo, ka qenë disa vite vikar apostolik i Shqipërisë dhe përveç këtij libri ka lënë edhe disa dokumente dhe relacione të shkruara në arkivin e propagandës, fide në arkivin sekret të Vatikanit, në arkivin e shtetit në Modena dhe në disa arkiva të tjera të publikuara në pjesë të tyre nga studiuesi shqiptar Iniat Zamputi dhe nga studiuesi italian Lorenzo Tacella. Dhe është goxha libri, a shikoni. Sa dora ime i trash, 1300 faqe. Për praninë e këtij dorëshkrimi, informacion në parë e ka marrë nga njoftimi publikuar nga Levici. Jam interesuar pranë kësaj biblioteke dhe më kanë thënë që dokumenti nuk është publikuar asnjëherë dhe më kanë dhënë të drejtën e publikimit me disa kushte të vendosura në mënyrë zyrtare midis meje dhe Bashkisë së Qytetit të Fermos. Ata më dhanë të skanuar me mundësitë teknike që kisha në institucionet e tyre, por shkrimi, transkribimi dhe këto kopje ishte gati i pamunduar për shkak të cilësisë të kopjes së realizuar nga ata. Mbas një viti e gjysmë punë kongullëse, sot libri është gati për publikim. Dhe libri është në dorën time, pas një pune shumë të gjatë të zotit Mark Palnikaj, që e përshëndes dhe uroj me gjithë zemër. Është një punë kolosale, të botosh një libër me 1300 faqe, ku ta kesh edhe në latinisht, pra me shkresat origjinale, edhe në italisht, edhe në shqip, dhe të shfaqesh këto dokumente mbi historinë shqiptare, mbi folklorin shqiptar, mbi veshjen shqiptare, mbi emisionin shqiptar të viteve 1600, pra një periudhë e errët ku jemi zero nga dia. Çfarë përmbajtje ka libri? Siç e përmendëm edhe më sipër, libri është ndarë në 6 kapituj dhe përshkruan historikun e 16 misioneve fetare të kryera nga autori nga viti 1634 deri në vitin 1650. Atë përshkruan përpjekjet që bënë misionarët katolik për edukimin fetar dhe social të popullsisë shqiptare, ku ato punuan. Libri përveç anës fetare, e cila përbën afërsisht gjysmën e këtij publikimi, edhe për këtë pjesë nuk do të flasim në këtë fjalë hyrëse, përmban anën sociale dhe historike për të cilën do të japim shkurtimisht disa njoftime. Në kapitullin e parë ka një përshkrim të shkurtër mbi historikun e krishtërimit në Shqipëri. Në faqen 7 jepen të dhëna të rëndësishme për krishtërimin në Durrës dhe zonat në varësi të tij që shtrieshin nga Mundëzëqeja deri në Dibër. Në faqen 10 përshkruan kelmendasit të cilët ai vlerëson si më të fortët shqiptar të fushës dhe të maleve. Në faqen 12 flitet për Berishën dhe Sapën dhe për një betejë të tyre me turqit. Në faqen 16 dhe 17 flitet për zonat e Matit dhe përshkruan se ku ka lindur Skënderbeu. Në faqen 23 përshkruan se në kundërshtim me mësimet e fesë, banorët festonin festat fetare me abuzime të mëdha dhe me gabime që për fretërit katolik ishin të palejueshme. Në faqen 114 flet se si disa njerëz të këqij ishin vjedhur në vulët e fretërve dhe kishin vullosur dokumente që i kishin hartuar vetë për të kompromentuar dhe penalizuar fretërit në raport me sundimtarët turq. Në faqen 19 jepet një historik i shkurtër i Shqipërisë bazuar mbi dokumente që sot cilësohen si të pavërteta në lidhje me origjinën e popullit tonë. Në faqen 123 Sospelo viziton kishën e Deçanit dhe na jep informacion me rëndësi
si përkthyes merr i peshkevin e dioqezës së Shkupit, Don Dre Bogdanin, Xhaxha i Pjetër Bogdanit, i cili zotëronte gjuhën shqipe dhe serbishte, turke dhe italiane. Në faqen 131 ka përshkruar me detaje luftën e kelmentaseve me 700 burra kundra ushtrisë së Vuçi-pashës së Bosnjës me 30.000 ushtarë dhe humbjen e pabesueshme që kelmentasit i shkaktojnë kësaj ushtrie. Po aty përshkruan edhe për sjelljen e këtij pashaj me banorët e fushës që përshkruhet si sjellje korrekte dhe fisnike. Në faqen 141 dhe në vazhdim, në 3 faqe përshkruhet me imtësi se si pajtoheshin ngjashjet në Tropoj midis Gashit dhe Krasniqes. Çuditërisht, ajo metodë është përdorur deri në vitin 2000 në disa zona të Tropojës. Në faqen 142 përshkruan hollësisht se si ka përcej drini me rrëshqitje prelokure, metodë që është përdorur deri në vitet 1970 në fshatrat e Pukës. Në faqen 149 përshkruan shkolla që kishin hapur pritërinjt në gjuhën shqipe për fëmijët 8 deri 10 vjeç, por edhe më të mëdhej. Aty tregohet se shkollat nuk kishin karakter vetëm fetar, por edhe shkencor. Në faqen 154 përshkruhen ngjarje supersticioni në kundërshtim të plot me mësimet e Kishës Katolike, ku besimtarët në disa fshatra të Zadrimës në mënyrë shumë antihumane zhvarrosin të vdekurit dhe i masakronin, o zot çfarë tmerri. Në faqen 155 përshkruhet se si Fra Gjaccano dhe Ndre Bogdani u munduan të bënin pajtimin e kishave të ritit latin me ato skizmatike serbe. Përshkruhet vizita e Sospellos në Shqipërinë e Bogdanit dhe disa rrethana në të cilat ai punonte. Në faqet 189-190 shpjegohet mënyra se si turqit i detyronin shqiptarët për të ndëruar besimin nga krishterimi në islam. Në faqen 216 përshkruan se si i persekutonin gratë në famullinë e Perastit në Maltezi duke i akuzuar si shtriga. Në faqen 239 përshkruhet se si fshatarët e Iballës përgatisnin liptare nga lëvorët e Blirit dhe kishin arritur të bënin kapërcimin e njerëzve nga njëra anë drinet në tjetrën me një pajisje që rrëshiste militar. Në faqen 275 deri në faqen 278 përshkruhet me detaje si veproi në Tropoj për pajtimin e gjashjeve midis fisëve Gashë dhe Krasniqe. Në faqen 282 përshkruhet sjellja e gabelëve në komunitetit me shqiptarët. Në faqen 302 dhe në vazhdim tregohet për panajirët që organizoheshin në kishën në Shën Aleksandrit në Orosh, duke na dhënë detaje mjaft interesante për studiuesit. Në faqen 311 shpjegohet se si u transferua në Bytyq misioni i Gashit nga Gek Hyseni i sotëm në vitin 1643. Në faqen 337 përshkruhet vrasja e 2 meshtarëve të fshatit Hot nga Kelmendasit, duke sjellë të dhëna që plotësojnë ato që kemi ditur deri sot. Sospello ishte bashkëkohës e prori tyre. Dëshmia e tij ka vlera historike. Në faqe 347-348 shpjegohet me imtësi për supersticionin në fshatrat e Kthellës dhe Trafandinës, ku bëhej zhvarrosja dhe masakrimi i antihuman i kufomave. Në faqen 366, duke folur për misionin në zonën e Hasit, përshkruan dimrin e ftoft ku ngrihej vera në goto dhe drinë në lëvizje, grinde duke bërë të mundur kalimin mbi akull të njerëzve dhe bagëtive. Në faqen 403 dhe 404 përshkruhet bashkëpunimi i shqiptarëve katolik me generalin Dallmat në luftë për çlirimin kundër turqëve gjatë kryengritjes së vitit 1648. Në kapitullin e 6 të fundit jepet një biografi e shkurtër e personave që shërbyen kishës në vitet kur Sospello punoi në Shqipëri. Këto informacione që përmenda shkurtazi këtu e bëjnë këtë libër një burim me rëndësi për informacionet që përcjell për zhvillimet historike dhe sociale në Shqipëri asaj kohe. Ju falenderon i nderuari Mal Palnikaj me 15 tetor 2024 që ka vazhduar votimin e këtij libri. Sot doja të shfaqja me ju vetëm hyrjen e librit, pra çfarë përmban këtë libër, çfarë dokumentesh kemi në këtë libër, çfarë përmbajtjesh kanë këto dokumente arkivore dhe mbi këto dokumente, sipas faqeve që lexova, do mundohem që çdo ditë mbase 2 apo 3 ditë në javë ose çdo ditë nëse mundem, të bëj programe të tilla, të lëj një orë të caktuar me ju, që t'i lexojmë këto dokumente së bashku këto. Për sot mjafton. Mirupafshi në program tjetër, ta kaloni mirë.